Show! Full Ship Show! Full Ship Show! Full Ship Show! Na jena diaspor, na jena Full Ship Show. Na jena diaspor, na jena Full Ship Show. Full Na jena Full Ship Show. 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 Full ship. Full Ship Show. Yeah. Mirë mbrëma, ju përshëndesim nga show. Full Ship. Mi mbrëma gjithve, anë mban botës shqiptare, anë mban shqiptarve ku do gjenin gjithë botën, gjithë trevat tona shqiptare. Mirë si u gjejmë edhe sonte, si çdo javë tjetër nga shtëpia më e bukur e diasporës shqiptareve, show i vetëm dhe i pari nga diasporës shqiptare në zemër të Zvicrës. Bashkë me kolegun tim Marash Pulaj, ju përshëndesim gjithve dhe padyshim si gjithmonë ju duam shumë gjithve sepse o mëtëm dy kallëzu njëri tjetrit, reagimet tuaja në rrugë, përshëndetjet tuaja në rrugë, respektin tuaj që na jepni mua dhe këtij, sa herë më shikoni mua e pyesni ku është Marashi, sa herë shikoni Marashin e pyesni ku është Altini. Kështu që Altin Margu, Marash Pulaj, respekt për juve gjithve. Maksimum. Marash, sonde e vazhdojmë me një intervistë interesante dhe një emision interesant. Pas falënderimit sponsorëve, ne duhet të themi që do kemi dy interesanta, dy intervista interesante. Një është ekskluzive në Full Ship Show në Zvicër, i ardhur doktori mirë njohur nga Kosova, zoti Fisnik Megaj, i cili vjen për të na treguar për suksesin e tij, për punën e tij dhe arritjet e tij dhe çfarë bën punët që i bën dhe mrekullitë realisht që i bën Advanced Dental Center. Pastaj do kemi edhe një trokitje në derë ku do jemi te Flutura Gecaj, është shumë interesant tek Flutura Gecaj një intervistë që më ka mrekullu vendi, pritja dhe puna saj tash 25 vite në shtet, në komuna të ndryshme të Zvicrës që punon për fëmijë, punë sociale. Atëherë, Marash, vazhdojmë me falënderimin e sponsorëve tanë, i cili është ADC Kosova, partner dhe sponsorizues i këtij sezoni në Full Ship Show, i cili na mrekullon dhe na sjell buzëqeshjen më mirë se askund tjetër. Një staf i kualifikuar me doktor profesionist dhe si gjithmonë krye doktori kirurgu zoti Fisnik Mekaj dhe na sjell buzëqeshjen pa dhimbje, pa efekte dhe më bukur se askund tjetër. Advanced Dental Center mjafton ta shikoni vetëm në rrjetet sociale ADC Kosova, shikoni punën e mrekullueshme e cila ka pacient të gjithë KFOR-in në Kosovë, ambasadat që janë me mision në Kosovë dhe shumë VIP. Pastaj mos u largoni se do kemi intervistë interesante me zotin Fisnik Megaj për të na treguar pak a shumë se si ka arritur kaq sukses të madh duke patur pacient të gjithë KFOR-in, ambasadat dhe kështu me radhë. Faleminderit shumë ADC Kosova se jemi me Full Ship Show. Mund ta thuash edhe në gjuhën gjermane, Marash, për ata që Faleminderit shumë Advanced Dental. Das Advanced Dental Center in Pristina bietet zahnmedizinische Versorgung mit modernster Technologie und einem hauseigenen Labor. Ein erfahrenes Team von Zahnärzten sorgt für eine sehr hohe Behandlungsqualität. Faleminderit shumë ADC. Big up ADC Kosova! Faleminderit schon Pristina Ticket. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Faleminderit shumë. Fluturoni pa turbulenca me Pristina Ticket nga Pristina në Gjenev, në Basel dhe në Zürich, por gjithashtu dhe në 16 destinacionet e tjera të Europës. Pristina Ticket, faleminderit shumë që jemi me Full Ship Show, të duam shumë, të gjithë shqiptarët rezervojmë tek Pristina Ticket. Pa. Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic, die Experten für Haartransplantationen in Pristina und in Shkup. Ozone Hair Clinic, më të mirët për transplantin e flokëve në Prishtinë, me mjekët më të mirë që ka Stambolli.
të ardhur në Prishtinë me pronarët më të mirë miqtë e mi, të cilët janë Valmira dhe Ademi. Të gjitha rrugët na çojnë tek Ozon Hair Clinic për të mbyllur flokët, kështu që suksesi tyre flet vet. Faleminderit shumë Ozon Hair Clinic që më fol shipshon për të katëtin, pestin vit rradhazi o vlla me neve. Ne na bo tashmo me ma bo adënën ndel Ozon. Ne jo bo juve adënën ndel fol shipshow, kështu që faleminderit shumë që me neve. Faleminderit schon AM Food, Ihr Partner für den Vertrieb von Spezialitäten aus dem Balkan mit eigener Metzgerei. AM Food beliefert Lebensmittelläden, Imbisse, Restaurants und Privathaushalte in der ganzen Schweiz. Faleminderit schon. Harrojeni! Harrojeni! Po harrojeni amo! Harrojeni! Që mundeni me gjetë mish më të mirë se sa në AM Food. Harrojeni që mundeni me marrë ushqime të Ballkanit më të mira se sa produktet e AM Food me Hana. AM Food, faleminderit që jemi fol shqipshon, të duam shumë shqiptarët që kanë dëshirë për të marrë produktet nga Ballkani dhe mish të terror të njohur të gjitha llojet, ja ku e keni kontaktet e numrat e telefonit, mjafton në website AM Food dhe dalin gjitha kontaktet. Faleminderit schon M-Transport. M-Transport bietet Haustür-zu-Haustür-Transporte zwischen der Schweiz, Deutschland und Kosovo an und behandelt jede Sendung mit größter Sorgfalt. Faleminderit schon. Marrësh më ka shku menja, një herë, nuk e di pse më ka shku menja. Ma gjuj. Është shumë interesant që ka kjo. Shemë, po pse se ka mojtë këtë luçkën me vetje të na herët këtu se marrësh. Kjo është luçka eme që e kam shumë shok. E shpeshherë i trajmi njerëzit me ta dhe i çaj për uthlla. Më ka shku menja marash, me shku në Kosovë, edhe më arë për i Kosovë, me M-Transport. A di që më ka shku menja herë si ti peti se që kam kryt ka herë. Më ka po me ndru. Me mori 2 shek, vlla. Dhe është me thanë, kamion mushtrim. Kamion mushtrim, ja fut gjo me sani rrugën prej, se në të mjetë e tira do të më najë kësho jullur. E në kamion, mere 2 shek, ja pagun ati, vlla, 100 euro, asaj, thuk ma levi sofë. Edhe vjen, ja fut gjo. Përveç shakas, me M-Transport mund të dërgoni mallrat nga Zvicra, Gjermania në Kosovë, dhe në sjelljes Kosova, Zvicra, Gjermani, të sigurta, të shpejta dhe të garantuara. M-Transport, kontaktet ja ku i keni, vazhdoni me M-Transport. Pa. Vazhdoj me rubrikën Mëso Shqip. A të mësojmë pak Shqip? Të mësojmë pak Shqip. Okej, hajde të mësojmë pak Shqip para se të ftojmë doktor Fisting Pekaj. Fjalët e huaja që duhet zëvendësuar me ato Shqip. Pra, fjalët e huaja janë këto. Like. Bënja like, ma bëni like, s'ma bëni like. Atëherë pëlqim, më pëlqej, ma bëni pëlqim, ja bëna pëlqim. Pra, like u bjen, nuk është Shqip, pëlqimi është Shqip. Prevalon. Pra, prevalon situata, apo prevalon personi, apo ku diun, mbizotëron, zëvendësohet me Shqip. Prevalon bjen, mbizotëron është Shqip. Pra, rubrika Mëso Shqip në fol Shqip. Fjala anglisht, inside. Inside do më thonë brenda, Brenda, po. Brenda. E kupton tash inside vjen nga anglishtja, po nga është kjo? Shumë përdoret anglishtja kohëve të fundit. Inside, po. Vrejt edhe në Kosovë. Inside hiqet, nuk është Shqip, mos e përdorni nëpër media audio, nëpër radio, në televizione, këto shprehje nuk duhet i përdorni realisht. Nga autoriteti media audiovizive i kemi këto këshilla. Inside bie poshtë është me brenda. Performance. Performanca është, e kuptojmë që e përdorim gjithë, mirë po është paraqitje. Zëvendësohet me paraqitje. Performanca bie poshtë. Okular. Përdoret ka herë? Okular është i pranishëm. Pra, personi okular, interesant, shpesh një gjej personat nëpër media, analistë të ndryshëm që përdorin të fjalë të huaja. Okular. Jo më valla pse okular, thuj i pranishëm ishte aty personi, po okular. Po ku diun ç'është okular valla? Iniciativ. Incentive. Incentive. Edhe anglisht përdoret incentive. 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 Incentive është shtyse nxitje, pra incentive, po. Viral e përdorim gjithmonë, shkuam viral, kemi shku viral, interesant pse, edhe unë e kam përdorur disa herë, du ta zëvendësoj viralin me përhapje apo përhapje gjerë, pra përhapje shpërndarje. Edhe shpërndarje është Shqip. Edhe përhapje është Shqip. Dominim. Dominim është sundim. Pra dominim është e huaj që kemi dominuar, ka dominuar, po dominojmë, nuk duhet përdorur, duhet të themi sundojmë. Po sundojmë, kemi sunduar, dominim, sundim, këto i kemi nga autoriteti media audiovizive. Konfondon. Konfondon, po pse i bjen ka gjatë, konfondon, e ka konfonduar, bla bla bla.
Mos hargjo germa gjigant në gjyrë. Ngatron. Interesant, vëlla. Shumë më mirë. Konfundon është ngatron, vëlla. Epi aty ngatron edhe u kry muhabeti, edhe e kuptojnë gjithë. Konfundon, ka njerëz që se kuptojnë. Support. Support marash. Kjo fjalë shpesh herë përdoret. Kjo Support. fjalë përdoret shpesh, por realisht support është vetëm mbështetje në gjuhën shqipe. Dhe kështu që i bëhet një kontribut jashtëzakonisht i madh gjuhës shqipe nga autoriteti media audiovizive dhe nga Folk Ship Show po ashtu për ta shpërndarë tek miliona shikues që këto shprehje që përdoren në jetën e përditshme në radio televizione nuk duhet të përdorur, por duhet zëvendësuar me ato shqip. Kështu që autoriteti media audiovizive big up, faleminderit shumë.